Universiteti Luigjë Gurakuqi ka nisur një kapitull të ri sa i përket kërkimit shkencor. Nga 16 projekte të paraqitura, janë shpadur fituese 9 prej tyre, që përfaqësojnë 6 fakultete të universitetit të fusha të ndryshme studimi. Zëvendës rektoria Blerta Dragusha thekson rëndësinë e investimit në projekte dhe në pjesëmarrjen e stafit akademik në konferenca botime shkencore. Gjatë këtyre 2 viteve i kemi kushtuar një rëndësi shumë të veçantë financimit të kërkimit shkencor. Pikërisht këto projektet janë pjesë e një fondi prej 7 milion lekësh të reja të akorduara nga Universiteti i Shkodrës për kërkimin shkencor. Por këto nuk janë të vetmet, sepse aktualisht gjithashtu Universiteti i Shkodrës ka akorduar edhe një fond prej 8 milion lekësh për rimbursimin e artikujve shkencor dhe pjesëmarrjes në konferenca të stafit akademik të Universitetit të Shkodrës. Projektet e përzgjedhura u përkasin disa fushave. Dhe me kënaqësi që kishte një diversitet shumë të bukur të fushave të ndryshme të kërkimit shkencor në Universitetin e Shkodrës, duke filluar nga kontabiliteti, kërkimi i tregut, biodiversiteti, studimi i figurave të shquara, të letërsisë, të gjuhësisë e kështu me radhë. Ky proces shënon një hap të rëndësishëm drejt konsolidimit të një kulture kërkimore të bazuar në merit, cilësi dhe bashkëpunim ndërinstitucional për Universitetin Luigjë Gurakuqi.